thuaj se nëse cilën përgjigje tënde. Kjo i bie që është me ty në çdo hap të jetës. Është ai bashkëpunëtari edhe në jetë, në gjithçka, në punë, në shtëpi, në gëzime, në ditë të vështira, pra është me ty kudo, edhe në dasma, siç është edhe sot këtu në Prapasken. 24/7 jena bashkë. Sa që edhe kur shkoj te nana, ne shkëmbejmë mesazhe gjatë gjithë kohës. Edhe mami njerë po ma bën oj qik, snajte të burët, po erdhe këto. Atje e ki ofër, këto po shkruni, këto po falni non-stop. S'ka është puna juj. Po e tha mirë për mam, po mirë që duhemi, se mos e duhemi, se as kishim vol, as gjë. Pra jeni edhe shok jetë. Është e vërtet, muj me thonë që jeta ime ka ndryshu plotësisht pasi jam martu, jam rrit. A ishtë nga Hasi, a? Po, nga Hasi. Jemi rrit bashk. Jemi rrit bashk, jemi bërë shok. Sa vite u bën bashk? Ku jeni njohur? 15 vite, jam bë që jemi bashk. Edhe jemi njoftu ndarësëm të halës të ti. Po, as njerës ma kishë marrë mendja. Prandaj preti hallat me shumë qefa. Si se bepi takimit juj. Edhe është vërtet që e kam përkra gjithmonë, që nga dita e parë më ka përkra, më ka thonë, unë ka me qenë mbas teje, ti veç hec për para, ka pas momente, ka pas raste ku edhe vetën e kalon keq, unë e me qenë mirë, ose unë e me qenë e kompletune, familja me qenë e kompletune, shtu që muj me thonë është një bashkëshort i shkëlqyer, jam me fat që e kam, dhe nuk di çfarë tjetër të them. Sa bukur. Të flas pak për